Plot për njerëzve pretendojnë se duan Allahun xhallahu ala, madje na këtë jem çesene. Mirë po, sikur se e kam përmendur dietarët dhe këtë e kemi përmendur në raste të tjera, nuk është e rëndësishme ti me dashur Allahun. Apo nuk është më rëndësi ti me dashur Allahun. Dikush të thotë nuk ka më rëndësi. Çepse nuk ka më rëndësi. Nuk është e rëndësishme ti me dashur Allahun. E rëndësishme është ai me dashur ty. Çka është më rëndësi? Nga se nëse ai dën ty, rrjedhimisht për kësaj dashurie ki me dashur ti që duhet ata pastaj. Sikur se kanë thënë dietarët në rregull, kanë thonë, në qoftë se nuk je i kënaqur me Allahun, me caktimet e tij, kjo është shenjë se ai s'është i kënaqur me ty, se me kon ai i kënaqur me ty, të kish godh ti më kon i kënaqur me të. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala në surën Tauba, kur flet për ata që i dën, thot Allahu azza wa jall, ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahu xhallahu ala në surën Tauba thot kështu: O ju që keni besuar, kushdo prej juve që e lëshon këtë fe, nuk kisë betuar, ose nëse i ka bërë zarar se fe, me njertet dhe minkum an dini, kush e lëshon këtë fe, kush e lëshon këtë rrugë, fasawfa ya'ti Allahu biqaum, i sill Allahu disa të tjerë në vend teje. I sill Allahu disa të tjerë. Kjo është ajet në surën Tauba. Pastaj nga cilësitë e këtyre njerëzve jashtë, yuhibbuhum wa yuhibbuna. I dën Allahu ata, edhe pastaj ata e dën Allahun. Kjo është argument se nuk i mundësi me dashur Allahun dashuri të vërtetë që të shpëton yemul qiyama dhe të mundson me u kënaqë në dynjë nëse ai nuk dën ty. Për këtë arsye, para se me kalu të derse se na dojmë Allahun, ose si me dashur Allahun e kështu me radhë, na obligon ky ajet që fillimisht flasim se çysh duhet ne me dashur Allahun. Është e pamundshme që Allahu me dashur në njëri që ai njëri nuk e don pastaj Allahun. Kjo nuk ndodh. Nga se dashuria ndaj Allahu xhallahu ala do të derët për mikit njëri, dhe pastaj ky njëri do ta don Allahun xhallahu xhelaluhu. Ky rregull është i rëndësishëm në çdo aspekt. Sikurse është përmendur tek dhikri dhe tek tauba të çdo sa. Dietarët kanë përmendur dhe kanë thënë, çdo përmendje e Allahut që ti e ke përmend, i ka paraprit një përmendje tjetër e Allahut për ty, të ka kujtu ty, me kujtu ti Allahun, pastaj përsi të ka përmend ai ty. Domthon, përmendja jote ndaj Allahut xhallahu ala është mes dy përmendjeve të Allahut për ty. E para ai të ka përmend ty. Përmendja e Allahut, emrin tënd ta ka kujtu ty emrin e tij. E kuptuat? Pastaj kur ti ke përmend Allahun xhallahu ala, ekstra ka shpërblime përmendje tjetër. Kështu është tauba, edhe pendimi. Asnjëri nuk është pendu, nuk është kthyer rrugën e Allahut xhallahu xhelaluhu për shkak se është i mëshëm, ose për shkak se ai ka dashur më pendu. Ja. Kjo orë në xhami pse Allahu ka dashur me pru. Pse të ka pru, ai e din pse, na nuk e dim. Ai ka pa diçka në ty, ka thonë çiti robi, mundsoni tauben. Pastaj e penduti, e kur e penduti, pastaj ka thonë pranoj tash tauben. Domethënë, çdo veprim i jot është i paraprim me një veprim të Allahu xhallahu ala të ngjashëm ato çka ti e bën. Prandaj kjo është rëndësishme që na me ditë se nëse do me dashur Allahu xhallahu ala, çish kena mundësi na me parapri dashurisë tonë ndaj tij me një dashuri nga ai. Dashuria e cila pastaj do të na bën neve me dashur Allahun çish duhet. Kjo është e rëndësishme me kuptuar.